Instagrami ka krijuar një aplikacion të ri që quhet Edits. Ky aplikacion është për editimin e videove dhe do të ketë shumë opsione të avancuara. Si për shembull, editim preciz. Lejerat do të jenë në një mënyrë më të organizuar se sa aplikacionet e tjera për telefon dhe do të kesh më shumë mundësi që të editosh detajet. Nga foto në video. Ky do të jetë super opsion, që mund t'i kthesh fotot statike në lëvizje. Ndoshta 3 sekonda maksimumi, por do t'jetë falas. Titrat automatik. Mund të gjenerosh tekstin nga audio në video dhe të zgjedhësh fontin, ngjyrat dhe animacionin që ti do. A do jetë gjuha shqipe? Mbetet për të parë. Opsione të avancuara të kamerës. Nëse do të regjistrosh video direkt nga aplikacioni, mund të kontrollosh rezolucionin, të heqësh backgroundin duke e bërë green screen, mund të zmadhosh deri në 5 herë ose ta bësh lentën 0.5, nëse e suporton telefoni jot gjithmonë. Të vendosësh muzikë direkt nga libreria e Instagramit e tjerë. Dhe dy opsione që më pëlqyen shumë janë që ti mund të ftosh persona të tjerë për të parë videon që ke edituar dhe mund të lënë komente në kohë reale. Dhe ti pastaj rregullon videon për një klient ose për atë person që i bërë invite. Opsioni tjetër është që ti mund të shohësh insight të accountit tënd direkt nga aplikacioni. Do me thonë mund të shikosh të gjitha informacionet që accounti jot ka arritur brenda 7 ditësh, 30 ditësh ose më shumë. Edits pritet të lançohet me 13 mars në 2025 dhe do të jetë falas për përdoruesit e iPhone me iOS 15.1 ose më të ri. Edhe për përdoruesit Android mund të shkosh në Play Store dhe të bësh regjistrimin paraprakisht që kur të dalë të instalohet direkt në telefon.